Presidenti Bajram Begaj ka bërë këtë të mërkur një serë ndryshimesh në përbërjen e Këshillit të Ministrave, duke miratuar shkarkime dhe emërime të reja në disa prej dikastereve kryesore të qeverisë. Në njoftimin e publikuar nga presidenca, thuhet se presidenti Bajram Begaj dekretoi shkarkimin nga detyrat të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, ministres së jashtme, Elisa Shpiropali, ministrin e mbrojtjes, Piro Vengu, ndërkohë Begaj liroi nga detyra ministren e punëve të brendshme, Albana Koçju, për të emëruar si zëvendës kryeministre, pozicion ky që mbahej nga Belinda Balluku. Është liruar nga detyra ministri i drejtësisë, Besfort Lamallari, për të riemëruar në Ministrinë e Punëve të Brendshme në vend të Koçjut. Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, Toni Gogu, është riemëruar në Ministrinë e Drejtësisë, duke zëvendësuar Lamallarin. Gjithashtu u dekretuan 4 ministra të rinj, që ishin prurje të reja, duke zëvendësuar dhe lënë pa post disa nga figurat kyçe të kabinetit qeveritar. Diplomati Ferit Hoxha është emëruar ministër për Europën dhe punët e jashtme, duke përjashtuar nga kabineti Elisa Spiropalin. Ermal Nufi është emëruar në Ministrinë e Mbrojtjes, duke zëvendësuar Piro Vengun. Enea Karakaçi është emëruar si ministër i infrastrukturës dhe energjisë, në zëvendësim të Belinda Ballukut, dhe së fundmi, deputetja Eriona Ismaili është emëruar në Ministrinë e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, në zëvendësim të Toni Gogut. Pas dekretimit nga presidenti, ndryshimet në kabinet do të kalojnë në kuvent për të marrë votbesimin, ku duhen 71 vota, dhe më pas, ministrat e rinj betohen te presidenti Begaj për të marrë detyrën. Ndryshimet në qeveri u prezantuan nga kryeministri Edi Rama, të enjte në 26 shkurtit dhe u dërguan në presidencë për miratim të hënën e 2 marsit. Lëvizjet e kabinetit ishin më shumë shkëmbime midis ministrive, ndërsa kishte edhe disa prurje të reja.